Dy mësimdhënës të gjimnazit Shaban Hashani në Ferizaj janë përfshirë në një përleshje fizike të enjtën, gjatë pushimit të gjatë në sy të nxënësve dhe drejtoreshës së shkollës. Për rastin e përleshjes së mësimdhënësve, një nxënës e kishte njoftuar policinë rajonale të Ferizajt. Më datë 29/01/2026, rreth orës 11:15, policia ka pranuar një informacion se në një shkollë të mesme në Ferizaj, dy mësimdhënës janë përfshirë në një përleshje fizike, ka konfirmuar më 30/01/2026 për Kallzo. Zëdhënësi i policisë rajonale të Ferizajt, Kanun Veseli. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 09:25 në korridorin pranë sallës së mësimdhënësve, ku janë përfshirë dy profesorë. Situata është shqetësuar menjëherë nga drejtoria e shkollës, ka shtuar ai. Rastin e ka konfirmuar nëpërmjet telefonit edhe drejtoresha e gjimnazit Shaban Hashani, Hajrie Nebihu, e cila ishte e pranishme në momentin e përleshjes fizike të mësimdhënësve të shkollës. Nebihu e ka përshkruar vetëm si shtyrje përleshjen, megjithse e ka pranuar se njëri prej mësimdhënësve ka rënë për tokë. Nuk ka ndodhur rrahje, incident ka pas, nuk mundem me mohu, e ka rëzu, e ka shty, e ka rëzu njëri tjetrin, ka thënë Nebihu. Unë kam qëllu aty, edhe u çui njëti profesor e ka kap me e çu. Nuk ka pas kështu grushte mes vete, por e ka shtyr mbrapa në shpinë të dalë, me qëllim, jo pa hiri, ka shtuar ajo. Nebihu ka thënë se menjëherë u ka kërkuar mësimdhënësve që të shkojnë në shtëpi dhe se ka informuar edhe drejtorinë komunale të arsimit të komunës së Ferizajt.